Kemi hetues të BK-s shumë të mirë, profesionalisht shumë të mirë, që i themi ne të zbardhin faqen e tim në kuptimin që edhe prokurorit ja bën punën shumë më të lehtë. Ka hetues që lënë për të dëshiruar. Ky është një proces vlerësimi që bëhet nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe prokuror të posaçëm, të cilët vlerësojnë dhe testojnë çdo 2 vjet hetuesit e BK-s. Edhe në vlerësimin e fundit që është bërë një pjesë se janë në 2 grupe për shkak se kanë ardhur në kohë të ndryshme, është vënë re, ka hetues që shkëlqejnë dhe hetues që lënë për të dëshiruar. Nga ana tjetër është punuar fort për dhe jam në dini që po është punuar fort me trajnimet e tyre nga ICTAP, por edhe nga misionet, nga Bashkimi Evropian, apo dhe projekte të tjera, punohet shumë me ta. Kushtet nuk i patur dhe të mira, më thonë të drejtën, për të ushtruar funksionet hetuesit e BK-s, se kam thënë dhe në kaluar, janë 5 hetues, 4 hetues, një zyrë, çka vështirëson qoftë edhe pyetjen e një dëshmitari.